e njihni këtë bimë, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këtë probleme. Mendja përdoret gjithmonë në kuzhinë falë përdorimit të saj aromatik, por shpesh ajo gjendet edhe në pjatat e kuzhinës italiane, por ajo përdoret edhe për prodhimin e pijeve, likerave të ndryshëm dhe gjithashtu produkteve të ëmbla. Sipas ekspertëve, mentja ka veprim rifreskues, tonik dhe pastrues. Këto janë arsyet sepse ajo futet te shampot, tek detergjentët intim dhe te kremrat e ndryshëm për trupin. Vetëia freskuese që ajo ka e bën të jetë çliruese për hundët dhe njëkohësisht lëshon sekrecionet e aparatit respirator. Sipas disa studimeve rezulton se mentja ka aftësi shumë të mira edhe për shpërbërjen e gurëve në tëmbë. Sipas ekspertëve, studimeve të shumta të realizuara për këtë bimë tregojnë se ajo është e rëndësishme kundër dhimbjes së kokës dhe migrenës.